Janë bërë meshkujt femra, meshkuj princesha, është dëgjuar të thot Alba në një mbrëmje të ngarkuar mbrëm në Big Brother Kosova VIP 4. Ajo shfaqur në një gjendje të rënduar emocionale pasi para ditën e djeshme ajo shkoi edhe për një vizitë në spital pasi nuk po ndjente mirë. E preku dhe e zhgënjur nga situatat e fundit brenda shtëpisë, ajo shpreh hapur për ndjenjat e saj, duke theksuar se ka humbur çdo dëshirë për të njohur apo për të afruar me ndonjë mashkull. Revoltuar, Alba tha se nuk dua të njoh asnjë mashkull në jetën time, mbaroi çdo gjë dua të merrem, duke lënë të kuptohet se përjetimet e saj të fundit e ka lënduar thellë. Gjatë këtij momenti të vështirë, shkurta qëndroi pranë saj dhe u përpoq ta qetësonte duke e pyetur me kujdes apo të pengoj në shenjë mbështetje dhe dëshirë për ta ndihmuar të kalojë në situata emocionale. Alba tha se shpesh nuk kuptohet se sa keq mund të nxirret një grua në publik përmes batutave dhe situatave të papërshtatshme. Sipas saj, ka persona brenda shtëpisë që kanë jetë private, fëmijë dhe janë në lidhje, por megjithatë bëjnë hajgare të tilla me një femër pa respektuar as pak jeshmërinë dhe dinjitetin njerëzor. Alba u shpreh se në këtë rast nuk merret parasysh njerëzillëku, por gjithçka shihet vetëm si lojë, ndërsa ajo ndjej se kur trajtohet si robot dhe jo si njeri me ndjenja. Emocionet e saj të forta treguan se situata kaloi gjurmë të thella tek ajo, ndërsa momenti u komentua gjërësisht edhe nga banorët e tjerë. Ky shpërthim i Albës pritet të sjellë reagime të shumta, pasi prek tema të ndjeshme si respekti, kufin personal dhe mënyra se si gratë trajtojnë një format të tillë si Big Brother.